Njeriu i cili është borxhli, a duhet të japi zakatin e fitrit? E sakta e kësaj çështje të dietarët është se borxhi nuk e pengon dhe nuk është arsye që të pengojë dikënd nga dhënia e zakatit të fitrit, përveç në ato raste ku shlyerja e borxhit ose kërkimi i shlyerjes së tij bëhet para dhënies së zakatit të fitrit. Dhe nëse besimtari shlyen borxhin dhe nuk i mbet gjë prej të hollave, nuk i mbet gjë prej të hollave të cilat i duhet të shpenzojë apo prej ushqimeve, atëherë ky person shlyen borxhin dhe nuk e ka për detyrë dhënien e zakatit të fitrit. Por nëse është i ngarkuar me borxhe dhe borxhet nuk i kërkohen në momentin ose para se të japi zakatin e fitrit, ose arrin ta shlyejë borxhin edhe para dhënies së zakatit të fitrit, dhe akoma ka prej të hollave të cilat i mjaftojnë për të dhënë zakatin e fitrit, atëherë ky njeri duhet ta japi zakatin e fitrit.